Deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, lidhur me Kosovën dhe dialogun, kanë ardhur pas ndryshimeve politike që kanë ndodhur në Kosovë e gjithashtu me qëllimin e parafrimit të Serbisë me BE-n. Këto vlerësime i kanë bërë analistët vendor të cilët ndërrimin e qasjes së Vučićit ka shi Kosovës e lidhin me tendencën për antarësim të Serbisë në BE. Profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Huti tha për Tribuna Channel se kjo deklaratë të parit serb po bëhet në kohën kur Serbia i është afruar antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë deklarata të vërteta sepse është domosdoshmëri e kohës dhe është pothuajse si parakusht për të esur ka Bashkimi Evropian. Me fjalë tjera, nuk ka Bashkimi Evropian për Serbinë pa i sqaruar në mënyrë të detajuar raportit me Kosovën. Ekziston edhe argumenti dytë, dyftërsia, në kuptimin që këto nuk janë krejtësisht deklarata dhe vendime apo veprime krejtësisht të sinqerta të leadershipit serb. E ndryshe nga Hoti u shpreh analisti politik Nexhmedin Spahiu. Ai deklarimet e Vučićit i shes si presion nga bashkësia ndërkombëtare dhe ndryshimet në skenën politike në Kosovë. Është koha kur Serbia duhet të heqë barën nga qafa. Presioni i perëndimit është rritur kurse klasa politike në Kosovë është zgjuar. Zgjedhjet e fundit në Kosovë treguan se koha e autonomistëve në LDK përfundoi dhe tani njerëz të ri po e marrin në dorë LDK-n. Forcimi i vetvendosjes e ardhja e njerëzve të ri në pan kanë alarmuar Beogradin. Para disa ditësh presidenti serb Aleksandar Vučić ishte në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ishte takuar edhe me zëvendëspresidentin Mike Pence. Ndërkohë në një shkrim të tij ditë më parë Vučić është shprehur në një gjuhë krejt paqësore në raport me qëndrimet e tij ka shi territorit të Kosovës.